Mirëmëngjes të gjithëve. Një përshëndetje kudo që të ndodheni. Një ditë të mbarë, të bukur dhe realizime të mbërritura. Festivali Akullore Fest hyri në dekadën e dytë të tij. I 11-ti edicion hapi mbram si parin e tij në sallën e koncerteve të shkollës artistike Prenjakova. Natyrisht është një emocion të drejtohesh këtyre fëmijëve, të cilët me ngazëllimin që ju jep mosha, por edhe me dëshirën për të shprehur prirjet dhe talentin e tyre, ngjiten në skenë me sigurinë më të madhe për të performuar këngët e tyre. Është një festival që përgjatë viteve të mëhershme ka realizuar, mund ta them, një libër të bukur krijimtarie, mbi 160 këngë që janë kënduar në vite në këtë festival dhe që u drejtohen botës fëminore, që i drejtohen fëmijëve që hedhin hapa në rrugën e artit muzikor, të skenës, por njëkohësisht edhe krijimtarisë së pasur të krijuesve në Shkodër dhe përtej saj. Është shoqata kulturore Mark Kaftalli, organizuesja e një aktiviteti të tillë, përndryshe Akullore Nostalgjatë, e cila është kënga që hap festivalin dhe është krijimtari e kompozitorit Mark Kaftalli, nuk është një sigël frymëzuese për fëmijët që marrin pjesë, e natyrisht një tregues për botën e brendshme të pasur të tyre dhe të këngëve që i drejtohen kësaj bote. Mramja e djeshme ishte vërtet shumë e pëlqyer. Spektatorët mbushën të gjithë sallën e koncerteve në shkollën artistike Prenjakova, duke treguar një interes shumë të madh. Dhe pati natyrisht dhe çmime. Edhe çmimin e parë e fitoi kënga e Artion Qamilit, Krokodili me patina, e kënduar nga Rej Buraniqi. Unë sot në studio jam me disa prej protagonistëve të këtij eventi shumë të bukur artistik, drejtorin artistik të tij, Anton Kaftalli. Nadia Mir, mirë se erdhët. Nadia Mir, faleminderit për ftesën, mirë se u gjej. Mirë se erdhët, kompozitorin dhe një prej njerëzve të afërt të këtij festivali, stafit të afërt, Zaim Mërkulaj. Mirë se u gjetën. Mirë se erdhët. Dhe siç u thash, artistin e vogël, Rej Buraniqi. Urime të gjithëve. Faleminderit. Kush është gëzuar më shumë? Rej apo erdhi e papritur? Edhe po pritën, për fillim duhet falenderu stafin, drejtorin, edhe tanë tjerë që janë mundu me shkëlqyja të skenë, me bëhë më të mirë. Unë do të quaja një artist të skenës, sepse ke interpretuar shumë bukur. Pse mendon se fitove ti? Nuk e di, erdhi po prit, nuk e di, thjesht është sera parë që kur e kam fitu, nuk kam pas asnjë emocion si gjë, thjesht faleminderit. Kaq, nuk e di. S'kam pas hiç emocion. Sa bukur është kur i drejtohesh vetë artistëve të skenës, dhe unë mendoj se një prej vlerave të mëdha që ka një aktivitet me fëmijët është pikërisht ky frymëzim kaq i bukur, kjo gjurmë që mbetet, besoj, e pashlyeshme në fëmijërinë dhe në ecurinë e fëmijëve artistë apo jo. Mendoj që për shumë fëmijë, po në momentin e festivalit për Rej, nuk është rastisht. Rej është një nxënës i mirë në violonçel. Ka studiu në violonçel. Tash ti ka pëlqyer kitarën. Është si duket si një mundësi më afër me zanin, më afër me atë që kërkon Rej. Nuk është një fëmijë që ka ardhur spontanisht nga një familje që s'ka lidhje me muzikën. Rej është përfaqëson tashmë një emër shumë interesant në Shkodër dhe shumë domethënë Buraniqi. Që ka dhënë
Elvis Boranici, violinist, Ergys Boranici, violoncellist, që janë të afërmit e rejt, Entela Boranici që është në Itali një violiniste e shkëlqyshme, pra nuk është rësi, dhe më thonë, gjetja rejt në lidhje me muzikën. Rasia është që ky ndryshe nga Boranic, që përmena, sukseshëm, është edhe bukur këngën, është djali i shkallët. Shumë ekspresiv si ti. Është artist. Dhe ndoshta kjo është një ndër vlerat që i shtohet edhe të gjithë pjesëmarrësve, që do të thotë fëmijët gjejnë veten në një skenë ku ka më bukur. Kjo është një dhuratë për jetën artistike të tyre, edhe një hap i parë, ndoshta një gjurmë që ata do ta vazhdojnë ta mbulosin në ecurinë më të ejshme. Normalisht është një mundësi. Është një mundësi që ndoshta ashtu siç Rej ka menuar që jo, violonceli m'pëlqen, po m'pëlqen kitara. Ndoshta është një mundësi, unë kam lind për me kënu. Që mund të ndodhin me shumë fëmijë. Po, se ka ndodhur shumë edhe po. Dhe festivali ja ofron mundësinë me përvu skenën ndryshe. Përmendim shumë emra kanë qenë instrumentistë dhe kanë kaluar shumë të suksesshëm në rrugën e këngës. Ka jetë saktë. Vokalit. Megjithatë, ky ishte një festival që si çdo aktivitet tjetër madhor, se një festival është aktivitet madhor, sepse lidhet me krijtarinë në radhë të parë. Më pas me seleksionimin, me realizimin, me aranximet, me fëmijët e tjerë. Do të thosha që ndoshta duke u bashkangjitur mendimit të specialistëve dhe të spektatorëve ishte një festival që kishte prurje të mira të materialeve muzikore, të këngëve fëminore që hynin tërësisht në botën e fëmijëve. Prurje të mira kryesisht me tekstet. Se nga një herë mendohet se muzika është festivali, jo, është për mendimin tim, është mesazhi që jep. Dhe ky mesazh janë afruar me letrar të mirë që kanë shkruar mirë. Ka frymzuar kompozitorët për me bën këngë bukura. Për fëmijët është ka kanë arktim, po ka kanë edhe vëmendje mesazhit. Sepse ja dhanë moralin në një mënyrë krejt tjetër, arktuse, jo në mledhje, jo morali përditshëm që i bëjmë na, ja dhanë një mënyrë tjetër që unë mendoj që i ka bën shumë mirë. Hande mik me ty në lojë për shembull. A ka gjë më të bukur që e fton nëpërmjet këngës? Është aktuale. Ajo që punon me fëmijët. Të largohen nga telefoni, nga teknologjia dhe të bashkohet me Theve një detaj vogël për sa i përket tekstit, tek kënga ime Gjyshit tim, që fitoi edhe çmimin e dytë, kënduar nga Asel Dilaveri, një vajzë shumë e talentuar. Lindi ideja e tekstit vetëm nga një çast, dhe më thënë, duke parë nga dritarja e shkollës, dritarja klasës time, duke parë gjyshrit që vinë për cilin edhe presin nxënësit. Sinqerisht, edhe të menu sa gjë e bukur pra kur bjen gjyshin në shkollë fëmijë, e di, e bjen me kënaqësi, edhe fëmia vjen shumë me kënaqësi me gjyshin. Edhe vjen e pret. I shoh për shkakun kur marrë mësimi, i shoh ata gjyshrit në bord të prit, kështu thap. Pse mos ja bëjmë tekst? Profesor Zaimi, unë do thosha që ky festival kishte shumë dashuri. Me figurat e afërta të botës minore, e fillut me kompozimin e Tonin Tarnakut, një këngë për babën. Pastaj me Oleg Gjergën me nënës, me Lindita Alilin, të cilin e përshëndes, me një këngë për nanën. Nuk janë këto thjesht për ilustrim. Edhe motrat fani për babën. Pra janë janë figura krejt të afërta, të cilat shënojnë në jetën e një fëmije, e një individi. Këto janë figurat e para. Edhe janë shumë të dashme për fëmin. Edhe kur i kënojnë me kënaqësi. Gjyshi, baba, nana, janë, po dhe shokët, hajde mik, të kena mik, hajde losim bashkë.
Me syze rozë dhe një kapel stil, por shiste mbi patina blu. Në rrugën e madhe sa u çudita unë. Oh no, shpejt ai flutur unë. Të shqep kërcen, por si një kampion. Kushdo ta ndal, kushdo t'ja dal. Krokodili me patina, ndale tas pak. Macja nga balkoni tha me falni ju, por ky krokodil nuk është si unë. Një qeni vogël qeshi dhe tha, ai patina ka, por frena nuk ka. Oh no, shpejt ai flutur unë. Të shqep kërcen, por si një kampion. Kushdo ta ndal, kushdo t'ja dal. Krokodili me patina, ndale tas pak. Policia ndali stop, po bën rëmuje, por krokodilin qeshi jam një garë shumë të bukur. Dhe një gjyshe tha, më lejo të provoj, dhe të gjithë me patina filluan të kërcej. Tani të gjithë në shasin në qytet, me krokodilin. Kur e një gjumë të kongë, une nuk kam ditë, se ata nuk e kon ditë që kam pas me kënu. Thjesht aty ko ka një kongë që ko doli tash, është kështu angleze, edhe qeshen me tati, edhe qeshen edhe kon qef. Dhe si me thonë, edhe kur e kam kry kongën, ma shumë më kanë ardhë më kanë rrethu, pa unë s'kam mujtë ko me dole, adin, si me kanë i rrethum, shumë i rrethum kretë, nuk e di. Të trokash në botën e fëmijëve, në fantazi, në imagjinatën e tyre shumë gjyrshe. Është një mision jo vetëm i bukur, por që pasunon këtë botë të madhe dhe e bën sa gjithë planeti, duke përfshirë krokodil, elefant, xhunglën, makina, raketa e gjithë. Dhe kjo është mundësia që të jepet ty ta shprehësh në skenë, apo jo? Re, edhe më vjen shumë mirë që nuk e di, po unë shoh dritat ndezur në skenën tame. Ha? Si me të thonë, s'di që me të shpinu. A do na këndosh ti këngën tash ti? Apo je përgatit për ma vonë? I të shkodo. Regjia, në qoftë se e kemi audion, unë po i ve kufjet rejt dhe shpresoj ta dëgjoj. Po? Nëse është gati, atëherë kur të jetë gati, besoj se do të kemi një shenjë. Gjithsesi, kënga Krokodilit ishte një mes shumë këngëve të tjera dhe ritmeve të bukura. Madje kënga Bardhi Lysës ishte edhe vals, që do të thotë jo vetëm ritme ritmike, por edhe ritme që ngjallin jo thjesht nostalgji, por ka një kulturë në vetë. Është shumë bukur. E kam menu Bardhi, unë s'kam folë me Bardhin, se si kam menu. Unë e kam perceptu se e kam menu unë kur më ka ardha ja kam. Sepse ne na mësu me i pa kështjellat tona, me i pa kështu heroike, me i pa me zhurmë, edhe muzikën ndoshta me pas me zhurmë, po me pa kaq elegante rëzafën. E pra, janë disa tregues të cilët natyrisht festivali ka dhe që edhe që mbesi në kujtesë dhe që por është shumë e rëndësishme që ju keni komuniku dhe vazhdoni komunikimin me krijuesit, me kompozitorët, duke e shpërndar, duke dhënë një hapësinë të madhe, madje edhe nga Amerika. Jena mënumi pas të gjithë kompozitorët, sepse jo në atë idenë që ky është festivali lokal dhe duhet jenë. Po, unë i menoj ndryshe, ose ka muzikanta që e menojnë kështu si e menoj unë. Që kjo është një tribun e faktorit ndoshta lokal. Po. Dhe festivali marrë kombëtar është një hap më i madh, një hap më tej, ku duhet të kenë më të mirën e faktoreve lokal. Siç ka kanë.
tonin të qyteteve tjera të Durrësit, Tiranës, Vlorës etj. Pra nuk është keq që të gjithë qytetet ke një festival lokal dhe festivali marrëkombëtar tjeti për cellën. Në fakt, si që shohën e Cori, në këtë festival edhe ka emra të cilët e kanë viju ecunin e tyne artistike, madje ndoshta i kanë dhënë një shkëndij shumë të bukur ecurisë këtyre këngëtarëve. Ju mund të keni emra dhe kjo është shumë e bukur që të jeni rrugtar të këtyre artistëve që bahen të njohur. Ja kena pas që nuk kanë kompozuar kur. Po për fat tonin që në fillimet e para kena pas edhe atë gjyshin si thot Zaimi. Kena pas emrat kompozitorëve shumë të mirë që sot nuk jetojnë. Dhe këtë vit pat me fat për me pas një këngë profesor Haliç Pus. Sepse është si në shtëpi, duhet me pas një të vjetër, është fate që ka një prind vjetër që ka. Profesor Haliti për unë ka për një material shumë të mirë të celularit, hajde mikmenen e loj. Ishte edhe për t'i të regu edhe kompozitorëve të ri që po, ka mundësi që mu bë këngët edhe të thjeshta, po me kënë bukër. Edhe ndoshta është momenti, unë nuk i kam, vetëm me vesh sa i kam një gjuhë të çmime, është kënga e çiftit Guli, të mendojmë, Meri dhe Roland Guli, është fituese e çmimit të tretë. Në çmimin e tretë po ashtu janë profesor Haliti dhe Rozafa me këngën Hajde Mikmenen Loj. Ka çmim tjetër tretë? Ka edhe një tjetër të tretë, është Andi Unaza, po rritem. Po rritem. Me një tekst e vajzë, e Anjes. Shumë bukur, o vajzë që këndoj dhe vërtet ishte në rritje. Tekstin e bile kishte kriju vetë autorja. Vetë solistja. Kjo përfshirja në krimtari është ishte si një tregim i saj. Edhe realisht është rrit në atë festival. Se Anjes Kordi këtë sot. Hajtë se po këndojmë këngën e Krokodili. Në park një ditë e pash një krokodil me syze rozë dhe një kapel stil, por shiste mbi patina blu. Në rrugën e madhe sa u çudita, oh no, shpejt e fluturo në rëshet, kërcen, por si një kampion, kushdo ta ndal. Kur do t'ja dal krokodili me patina, nuk ndalet as pak. Masja nga balkoni tha me falni ju, por ky krokodil nuk është si unë. Një qen i vogël qeshi dhe tha, ai patina ka, por frena nuk ka. Oh no, shpejt ai fluturo në rëshet, kërcen, por si një kampion, kushdo ta ndal, kushdo t'ja dal krokodili me patina, nuk ndalet as pak. Policia ndali stop, po bën rëmuje, por krokodili qeshi jam në një garë shumë të bukur dhe një gjyshe tha, më lejo të provoj, dhe të gjithë me patina filluan të kërcej. Tani të gjithë në shashim në qytet, me krokodilin që qeshe nga bret. Ushta që nes mund të luaj me pa fund, në festën plot dritë gëzimi s'ka kufi. Oh no, shpejt e fluturo në rëshet, kërcen, por si një kampion, kushdo ta ndal, kushdo t'ja dal krokodili me patina, nuk ndalet as pak, nuk ndalet as pak. Oh no, shpejt e fluturo në rëshet, kërcen, por si një kampion, kushdo ta ndal,
Kur thot që dal krokodili me patina, nuk ndalet as pak. Çfarë aventure, çfarë aventure, bravo. Është herët, si Homzoni. Si Homzoni më rejt. Po megjithatë na e dha mesazhin. Një këngë shumë e këndshme, një këngë që rrëbeu vëmendjen, duart goditje, entuziazmin, u shoqërua nga kori i fëmijëve, gjë e bukur apo jo? Po, thjesht në fakt nuk du me thonë unë e kam kënë adin, nuk du me thonë kam kënë moj mirë, që aty ka pas edhe të mirë tjerë, si për shembull Shejda, Nergisi, Rajli edhe tre motrat, edhe po rriten kanë kënë kongë edhe ata, po thjesht nuk e di, Juria me menimin e vetë. Ky djalë nuk është vetëm një artist, nuk është vetëm një fëmijë çamarrok, por është edhe një fëmijë shumë i mençur që shpërndau shumë dashuri dhe siç thash, festivali ka shumë dashuri. Dhe pikërisht kjo e mbështjell atë paketë të bukur artistike dhe duhet të mbështjell gjithmonë aktivitetet artistike, sidomos të fëmijëve. Ne u ndalëm të uroj pafund të re dhe shpresoj të shoh në vazhdimsi si artist edhe flokët të ke realizu artistikisht, ke të rriqur vëmendjen madje, por kjo është një gjë shumë e bukur dhe ne përmendëm çmimet e treta, do ndalemi tek çmimet e dyta. Ishte Iliri Zoga me një këngë ajo me një lloj mesazhit në kopshtin e ëndrave. Është një libër që është i shpërndar në klasën e dytë të tretën. Edhe Zaimi me gjyshin. Nga gjyshit, kushtuar gjyshe. Edhe Zaimi, duhet të ndalem pak sa më shumë tek Zaimi, sepse kam në studio, po ti kisha të gjithë kompozitorët natyrisht, do të ndalesha, por më bën përshtypje jo vetëm kënga dhe vlerësimi e interpretimi në tamsik, edhe një herë emrin e këngëtares? Asel Dilaveri. Asel Dilaveri. Si vjen nga Medrezea, në klasën e tretë. Në klasën e tretë, për botën e fëmijëve. E vogël, por e talentume. Shumë bukur. Dhe më vjen shumë mirë që ky festival ka ndezur atë dritën e krijimtarisë edhe për fëmijët e ju. Nuk është hera e parë, keni kompozuar edhe herë të tjera, dhe siç duket tashmë e keni afër edhe të botën shpirtërore. Atëherë, e kemi këto iniciatorin dhe shtysin më, dhe me thanë, i parë edhe më kryesorin për krijimtarinë e fëminore, dhe me thanë, sepse unë ishte ftesa e profesor Antoni dhe kam thënë edhe në intervistje, që më shtu, dhe me thanë, drejt një rrugët të panjohur, të bukur, edhe të vështirë, faktikisht, se nuk është të thjesht me kriju për fëmijë. Edhe që për momentin më duk një pesh ndoshta që a kupton a jam në gjendje për me mbajt kur i thonë edhe i thash lutem profesor mos më ashtu po provoj po s'kam shkruar asnjëherë po provoj një herë gjithmonë ka një herë parë. Edhe shkruva, do të thonë ka kënë nga mace top modele të festivalit dytë, ë? Ka startuar me këngë, do të thonë këngë që në fillim ka startuar me këngë shumë bukur. Ishte një gjetje edhe me një këngëtare që realizoi një këngëtare Kristin Doja. Edhe pa që pasoj edhe 3 festivale më mrapa. Edhe Kristi ka vjushmëri artistike. Një ndër talentet e atij festivali. Jo vetëm pianiste, edhe dirigente. Edhe sot është edhe dirigjente. Dhe që aty pastaj nuk u ndalme. Gjë shumë e bukur. Profesor Antoni ka dhe një meri që ka ngritur një staf bashkëpunues dhe frymëzues për të realizuar festivalet e një pasnjëshme. Nuk ka shumë muaj. Ka një pikë fort, domethënë për festivalin se me të vërtetë profesor Antoni ideja gjithmonë me idenë kjo se nuk gjen mbështetje dhe un kam pas fat ndoshta që më janë përgjigj të gjithë. Përgjigj Iliri, të gjithë ato që kishin studio janë përgjigj si në punën studio, si edhe në krijimtari, si në krijimtari Iliri, Rolandi, Andi Unaza, Artion, Bardylisi. Dhe ka pas vite që kanë punuar pa pagesë. Që tha me 4 vjet është mbështet. Dhe kena hek, di që më thanë për me... Unë i kuptoj sfidat, por kur bëhet fjalë për këtë buqet dhe dhurat dashurie për fëmijët,
ky rej nuk don pagesë, ky don vetëm këngën. Ka plotsu ëndër, kështu po më thotë parë para se marr studio. Ka plotsu i ëndër temën, e di. E ka pas një ëndër dhe besoj që ëndrat të realizohet. Por në fakt është një punë vijuese, një punë që ju e keni shpërndar tek elementë të tjerë të orkestrimit, tek realizimi, tek puna me grupin. Këtë do thosha për sa i përket edhe orkestrimeve. Orkestrimet edhe si vjetë kanë ardhur në rritje si nivel, në rritje si fuzion, si teknik, por edhe si më thanë, edhe si mentalitet më afër fëmijëve. Kur them më afër botës fëmijëve, pra edhe vetë këto kompozitorë të ri ose orkestruesa të ri, domethënë kanë kuptuar se çfarë sekretit ka kënga për fëmijë, ku janë elementet e orkestrimit, ku janë efektet, ku janë domethënë gjetjet, edhe simet ka pas edhe arritje ka pas për nivel nësa përsa përket këtij drejtimit, sepse nuk mund të trajtohet një orkestracion për fëmijë si për të rritur. Pra mund të jetë teksti për fëmijë, por muzika dhe orkestracioni nuk mund të trajtohen si për të rritur. Pra duhet gjetë ai motivi, ai efekti në orkestracion. E vërtet. Që me ba shumë më afër, domethënë, qoftë krokodili, qoftë kja ja mik bashkë me ne, domethënë, edhin. Dhe kjo është edhe disa të kopshti ëndrave. Festival i moshës së vogël. Pikërisht pra, janë gjetë elementet të orkestracionit të këngë, domethënë, të botës fëmijënore. Po përshtypje edhe kori i fëmijëve, një formacion vokal i cili është bën një punë e madhe me korin, faktikisht. Dhe besoj se Në flasin edhe profesorit? Normalisht është ato fëmijë janë shumë protagonistë në çdo këngë. Ka një shans sepse kjo mosha deri në klasën e 5, pra klasën e 2 deri në 5, janë fëmijë me kanë një disk shumë të madh në kokë. E vërtet. Që kanë një memorie të jashtëzakonshme, domethënë ecin shpejt, majnë mend shpejt, është shumë interesant. Nga psikologët që fëmia deri në 10 vjeç ose përtej saj është gjeni. Mjafton që të trokasësh në ato prirje apo në ato sinjale që i japin për zhvillim dhe të bën një punë të mrekullueshme, apo jo. Duhet shfrytzuar kjo moshë. Normalisht. Ne kemi një potencial faktikisht në shkollë për sa i përket fëmijëve, dhe si vjet kemi marrë që nga klasa e 3 deri te klasa e 5, domethënë fëmijë të talentuar që krahas veshit muzikor, pra kishin edhe memorin për sa i përket edhe teksteve, dhe njëkohësisht ato fëmijë kanë incizuar edhe në studiet muzikore. Plus duhet të falenderoj këtu edhe bashkëpunëtorët tonë, një ndër ata edhe mësuese Lulka Mërkulaj, domethënë, edhe që na kanë ndihmuar edhe me një pjesë të korit, domethënë, nga shkolla dëshmorë të Prishtinës, pra një bashkëpunim. Ka një bashkëpunim. Shoh që edhe edicioni i 10, që ka qenë një përmbledhje 9 edicioneve, pak muaj më parë, para vitit të ri, nëse nuk e gaboj, në muajin dhjetor, ka pas një gjithë përfshirje të fëmijëve të Shkodrës. Ka pas nga shkolla të ndryshme. Edhe kjo është një meritë e festivalit që shpërndahet. Po kështu edhe këtë herë unë shoh Yasemin Çakun për shembull, ose mund të jenë edhe këngëtarë të tjerë të cilët unë nuk kam informacion. Edhe këngëtarja ime Asel Dilaveri vjen nga Medrezeja për shembull, ke parasysh edhe po ashtu edhe këngët edhe formacioni Rozafa, mendohem e gjithë, domethënë, Ardin. Pro ka një tendencë shpërndamje ende më të madhe, është gjë shumë e bukur. Mbani përshtypje ju keni pas edhe një mikesh që ka bërë disa kilometra, nga diaspora. Dhe kjo ishte diçka e bukur, sepse të thuash, unë kam marrë pjesë në fillim tek Akullore Fest, është një kujtim Breslans, apo jo. Claudia Pëllumbaj erdhi nga Amerika me një këngë të kompozuar nga Arsit Çeka, me tekstin e Ramazan Çekës, dhe këndoi një këngë me tematikë nga malli për atë dheun, Ishte pjesa që i mungonte festivalit. Domethënë festivali kishte gjitha tematikat. Larmi tematikash, nuk ishte mallin ose avë dashuri. Sepse ai që është largë ndjen më shumë. Edhe kjo ishte gjaja veçantë, e përshëndesim dhe i urojmë shumë suksese. Natyrisht kur mbaron festa,
ai zoti I shtëpisë ulet e thot, po qa kena ba? Po qa kena me pa ba? Dhe qa të bajmë? Normalisht anër në fakt e kam qitë, sepse I kena elementat, nuk është problem se në duhet kërkojmë për mi gjithë dikun tjetër. Kena element për me pas, jo bazë muzikore, me pas orkestër. Noshta kjo vjen edhe nga fëminia sepse e kujtoj shumë festivale, o kam kanë që I kam ra violinës me formacionin e profesor Nardit, o kena kanë në orkestër sinfonike me profesorish Elsa Kole. Dhe festivalet janë bakështu, pra me orkestër live, o ka pas 1 ose 2 formacione, Zevgruda ka pas I formacion popullor, profesor Nardeta ka pas formacionin, po e quajmë klasik, orkestra male. Unë nuk dua t'ju ndërpres vjushmërinë, por dua të shtoj diçka. Kur kam qenë në festivale, shumë kohë më parë, kur isha fëmijë, kanë qenë 2 orkestra. Orkestra e madhe në drejtimin e Prekjakovs dhe orkestra e shkollës muzikës dhe e shtëpisë Pionierit, ka qenë zotni Toni Ndaia. Dhe të lushme 2 orkestra, 2 variante, nuk ishte gjama po. Se kanë 2 variante. 2 variante. Kanë shumë. Sepse kënga lançohet më mirë, ka përhapje më të madhe, mësohet më shumë tek publiku, dhe kur shkote festivali në natën e 3, shumë prej publikut I dishin disa këngë. Ata që trokiqin më shumë. E vërtet. Tra historia. Na kena gjithë mundësin me ba formacionin orkestral. Sepse nuk është për me ba një formacion me shumë lodhje. Ka nga fëmijëve është të thjesht. Është e bukur me kene shëshnume live. Është e bukur me kene kënume live. Natyrisht nuk met kaq bukur se sa punohet në studio. Se studio është perfekcioni kulmor I këngës. Po, qa di? Je pa emocion. Ka I herë je pa ma emocion me I pas. Edhe janë ma stimulu ma ta fëmijë me arë në prova. E vërtet. Kjo është... Dhe kjo është detyra rrallës. Detyra e rrallës. Po që kërkon kohë mund shumë. Kur I merr detyrat nga mësuesi, mendon që ti zbatosh? Po nuk dije se Koki. Si kemi thonë, s'du. Edhe duhet një bo, se edhe me detyra, edhe në një mojnë ma shumë për detyra, plus edhe I koha po bo detyra. Duam të përshëndesim dhe kompozitorin krijuesin tënd të këngës Artion Qamilin, duke I uruar suksesa. Ndërkohë të gjithëve, ndoshta unë nuk kisha një listë të gjithë krijimtarisë, të gjithë emrave, por gjithsesi me shumë respekt dhe me shumë mirënjohje që kanë dhuruar një krijimtari kaq të bukur për fëmijët në emër të gjithëve. Çfarë të frymëzoi ty ky festival? Mu më ka frymëzuar si për shembull mu më kollon si kur të rritem me ecë sa më përpara, se në qysh në fillim si kam hi për herë të parë në atë sallë. Nuk e di, jam një si stresum, pa ta shkur jam shumë të, jam krejt I lirshëm. Jam lintu edhe. Mesazhi më I bukur që japin fëmijët është dëshira dhe dashuria për aktin dhe për ta lëvruar atë, për të ngjitur në skenë pa droje dhe për të shprehur të gjithë atë çfarë ata ndjejnë këtu brenda në shpirt. Ky festival natyrisht do ketë edhe të tjera ndjesi, të cilat secili prej pjesëmarrësve I ka të shkruajtura në zemër, në memorie dhe në curinë e secilit. Unë du të falenderoj edhe përpara se sa me bisedën, edhe bashkëpunëtor, dhe më thanë të stafit duke filluar që nga skenografia, si që është edhe Arbel Suma, edhe njëkohësisht edhe ndriçimi e gjitha, si që është edhe Dritan Selhanit, nga ka dhënë një nim shumë të madhe. Tani, Angelinit në fonin, Fatmiri si inspektor skenet, edhe... Pata nuk bëhet. Kanë secili rëndësire, pata nuk bëhet. Të gjithë janë fitues kur dalin aty, por këto fituesit e çmimeve po I përmendim edhe një herë? E di se çdo fëmijë don me fitu, atësh
Jena një cikël që duhet me kuptu, që një fëmijë është një çmim. Me fat. Ka kongën më të bukur. Nëse vitin e tjetër ti merr çmimin e dytë, ti nuk zemrohesh. Jo. Ose edhe nëse nuk merr çmim, po merr shumë duar trokitje, prapë je i kënaqur. Po se marr famë kur të rritë. Thjesht nuk ka nevojë, më mërzitë. Kryesorja është që këto me kuptu që kur festivali deli bukur, kanë fitu gjithë. Gjithmonë. Pjesa çmimit. Kështu sa edhe mram. Drejtori gjithmonë na thot, "Ton jeni fitues." Por normal se jeni ton, se ton e dona. Po tash çush fillim se ka fituar Kollora Fest, ton psikologja, zysha, ton jeni fituesa për ton. Atë erdhi keq mram që u mbyll festivali. Po. A ti bë pyetjen kur është festivali tjetër? Ja. A mund t'ja drejtoni drejtorit? Provava me ditë kur është festivali. Sot i vjetë. Nëse jena mirë, sot i vjetë, derë sot i vjetë kena mundësi me menu një luk tjetër për flok, një luk tjetër për veshë, një kong tjetër. Është natyrisht një ndjesia që shpërndan një vlerë artistike, por që më së shumti transmetohet tek fëmijët. Unë dëshiroj t'ju falenderoj. T'ju uroj vetëm bashkësi dhe suksese. Faleminderit edhe ju. Dhe ecuri të mbar në këtë aktivitet që ka krijuar tashmë tradit, edhe që është kthyer, unë po e them, në një mision, sepse puna me fëmijët është gjithmonë mision. Të falenderojmë shumë. Është një nërd vetme të dritare për duan mendimin ton, lidhe me sinqerisht, sepse nuk janë shumë të televizorët që ne shkojmë, bëjmë intervista. Është fix vendi ku mund flitet për këngën për fëmijë. Dhe jeni personi ma adapt që mund të diskutojmë për festivali, jo na, po edhe festivali marrë kombëtar, cili do aktivitet fëmijësh, sepse keni kanë pjesë e aktiviteteve që në fëmini dhe njifni mirë, njifni situatën. Se ndjejnë këtë dhe Shkodra ka këtë puls artistik. Dhe për institucionin unë ju falenderoj shumë për vlerësimin tuaj. Kjo është një dritare e tanë Shkodrës, edhe kur ata që vinë ka një ecuri vlerësuese dhe sillin vlera, dritarja hapet me shumë kanata. Radio Shkodra është 80 vjeçare dhe shpresoj që në këtë rrugtim të bashkohen gjithmonë njerëz të cilët dinë t'i thonë qytetit shumë çka nga ecunia e tyre dhe nga vlerat e tyre. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Faleminderit.